4-5 sebepe që evanojnë apo e largojnë rrezikun prej besimtarit musliman. E para të nderuar vëllezër, do të më pas parasysh çdo gjëna i vogël apo i madh që është ndikon në furnizim, ndikon në rrezik. Për ata pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: inna ar-rajula la yurhamu rizqa li dhanbin yusibuhu. Njeriu privohet, ndalohet prej rrezikut për shkak të një gjunahi të cilën e ka bërë. Për shkak të një gjunahi mundesh me u privu për rrezikut. Mundet me tik shëndeti, mundet me tik dituria, mundet me tik pozita, autoriteti, parja, shtëpia, kerri, gruaja apo fëmia apo dikush tjetër. Për shkak të një gjunahi. E na për shifni në çfarë kohë të vështirë jetojmë, e të rrethuar me harame, me gjunahe të vogla dhe të mëdha, dhe Allah nuk po na ndal rrezikun, përkundrazi një pjesë e besimtarë po jetojnë edhe një jetë jo mesatare, po një jetë luksoze. Dhe prej gjunave po e përmendim ato që është gjuna i kopshëm, që bëhet shkak për me largu rrezikun. Gjunahi i parë, gjitha gjunahet në përgjithësi e largojnë rrezikun, i largojnë begatit, i largojnë mirësit. Po gjunahi i parë që e largon çdo të mirë prej besimtarit herët a vonë është kush? Zinaja, për të cilën Allahu te bareke ve taala ka thonë: wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Mos ju afro zinas, sepse është një punë e dytë, edhe është një rrugë e dështuar, një rrugë e falimentuar. Dhe ka argumente të shumta të cilat tregojnë se zinaja është shkaku kryesor pse Allahu i largon të mirat prej besimtarit, prej një familje që merren me zina, me prostitucion, apo prej një populli, një shoqërie që merren me prostitucion. Dhe historia është e mbushur me ngjarje, vetëm shikoni ka lindja dhe prendimi se si popuj të tërë ose dështojnë ose falimentojnë, e ka popuj që janë zhdu kreti ka hik Allahu prej rruzull toksor për shkak që kanë ushtruhe në mënyrë publike kanë imoralitetin, prostitucion apo zina. E dyta prej gjunaheve që e largon rrezikun apo e vanon rrezikun, e vështirëson rrezikun është kamata, fajdja. Kamata apo fajdja. Por ata Allahu te bareke ve taala e ka lejuar shitblerjen, e ka lejuar me bot tregtim e shite me ble, po e ka ndalu kan, e ka ndalu kamatën. Yamhaqu Allahu riba wa yurbi sadaqat. Allahu e shkatron, e asgjëson kamatën, wa yurbi sadaqat, e shumfishon, e shton kan sadakan lëmoshën. Për ata Allahu Teala po ashtu thot: e halla Allahu al-bay' wa harrama ar-riba. Allahu e ka leju shitjen edhe blerjen, e ka bo halal, po e ka ndalu kamatën. Mos u viktimizoni o vllazën prej reklamave mediatike, mos u viktimizoni prej reklamave të bankave, se aq shumë po propagandojnë, aq shumë po trumpetojnë, aq shumë po na thrasin, sa që ta çon mallin që është një shoqat humanitare dhe po shpërndan zeqatin edhe sadakën e muslimanëve. Edhe aq bukur po ja rregullojnë familjarëve tonë, e sidomos të rinjve dhe të rejave, sa që po mendojnë se bankat kanë ardhur këto për hatër të Zotit me në ndreq jetën. Edhe keni pa tash sezonin e verës. Nëse dëshironi ju që pushimet të kaloni në Antalya, në Bregdetin, Turk apo diku tjetër i bujnë reklamat, për ju kujdeset Filan Bank. Ndron në tjetra reklam. Nëse dëshironi me ndru mobilet dhe të keni mobilje kështu ku ta diu ne, për ju kujdeset Filan Bank. Nëse makina juaj është vjetruar apo është prishur, dëshironi ta merrni tren 00, për ju kujdeset Filan Bank. Nëse doni këta shtëpinë se është vjetrua, apo doni me rregullua, apo ku ta diun me bëni shtëpi, apo me bleni banesë, për juve kujdeset Filan Bank. Po pse na pron me punue, këtë bankat për ne rregulloj kanë. O, po ju rrajnë. Filan Bank, po ju rrajnë, se ja u nxin jetën. Krejt ata që janë çka bësh në për banka datën 29-30, kur i ka muj 31, e kanë stres. Se çka?
do të me pagu kën atë këstin me përqindje, qoftë e vogël apo e madhe. Zakonisht e na janë çka? Përqindjet janë të nalta, po dhe tulta me qenë ki me pague. Edhe çka? Kur vjen fundi dhjetorit, Filon Bak thot ka realizuar fitim në Kosovën e varfër. Ata stoj, po ne po them 50 milion euro. Kish bank që gjatë një viti realizon fitimin në Kosovë 100 milion euro. Qysh bën 100 milion euro ka mundësi? Qysh ka mundësi? Se populli ka ra viktim e propagandave mediatike, edhe ka thonë, hajtë për ti kalej si vjetë pushimet mirë. I kalën, shkën një javë ditë knaqësh, a më të në një 2 vjetë ta nëzin jetën. E regullon të banesen, e mobilon banesen, e krejt. Po kur t'ja nisin me thardë, ato do me thonë këstët mujore, vallahin tugun gërdin t'a qojnë mobilet e orendite, shtrati ku flerë ku t'a dion e ku je. Pa flejo vëllah, edhe në vene ma të thjeshta, e rrinë mobile ma të thjeshta, kur par problemi së është, po më rëndësi është jeta me qenë qka e rahatshme. Andaj, një prej shkaqeve që e largën furnizimin, e vanën furnizimin është kamata runu pe i saj, sepse po e qujnë edhe me emna tjerë, ndim bankare, këtë e dion e qka mbështetje, po i thujnë anglisht supportim biznesit tuaj, që, aj ty po ta supportek, aj ty po ta mbështet ka biznesin. Aj ta falimenton biznesin, sa që sot kemi jo biznesmena, po kemi popujnë botë që kanë falimentua për çka? Për shkak të përqindjeve që s'ka mujt me i kryre për banka. Tjetër gjuna të ndëruar vëllezër që e sjell runa Zot, e sjell varfnin edhe vështërson rrezikun është matja në peshore. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka treguar se ata që masin në peshore dhe e lanë mangut ato që e peshojnë, e këtu të na din me punu disa, jo në xhamat, po në popull, ta qëtë aty 1 kilogram sheqer, po nëse e këqyrë mirë, dalin 900 gram. Qysh ka shkajnë 100 gram, po ty 100 e mu 100, a i qka? Po fiton thojza, se s'fiton. E një popull, ku peshorja edhe matja me meter, për shemull, kështë mat tokën e këtu sende, e bojnë, do me thonë, në haram, atëherë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon se ai popull dhe ai vend do të ketë varfëni dhe do të ketë krizë. Në disa transmetime do të ketë edhe nxehtësi, nuk do të bjen edhe shiu. Po alhamdulillah që kim Zotin kaq mëshirshëm me tona po i çan, edhe pse këtu në peshore nuk po peshohet mirë, edhe me mat nuk po matet mirë, po inshallah Allahu na përmirëson gjendjen neve edhe juve. Këto që i përmenda, këto gjëra dhe të tjera të ngjashme, keni parasysh, largoni prej tyne se nuk ja përmirësojnë jetën, për çka vetëm se ja përkeqësojnë jetën, edhe ja unëzin jetën, edhe e largojnë apo e vonojnë rrezikun të cilën e ka caktuar Allahu te bareke ve taala.